reflektoj me insistimin e gazetarëve do të ofroj ndërheqjen në kuvend. Është një lojë fjalësh ofroj dhe jap. Nuk është kuptimi plotësisht i njëjtë te politikanët. Do thotë unë ofroj, por nuk më pranohet. Kur thot jap është e kryer ajo punë. Domthonë ai ka dhënë edhe smerret më kërkush me këtë çështje. Por ky bëri një lojë, ofroi tha me gjysmë zëri. Pak ofroi ndërheqje, do të reflektoj në kuvend dhe pastaj e ndryshoi këtë gjatë rrugës. Do ta qes në votim ndërheqjen nëse kuvendi se pranon, detyron të rri. Detyron thot të rri kryetar, që s'është në rregull. Po unë mendoj që kjo lojë që bëri mund të shkaktoj tensionin në kuvend. Sa është i fuqishëm grupi tjetër? Po të mos kishte bërë, shikoni, edhe se ishin i kandidaturën e tij. Fuqi nuk mund ta mbas, po siç tha dhe profesori, çdo parti ka grupe. Pa përjashtim. Secila parti ka grupe, dikun ka një disiplinë më të fortë dhe zguxojnë paraqitën, por ne dimë që në vetëvendosje ka qenë një grup i madh i fuqishëm bashkëkrye të saj që u detyruan të largohen prej vetëvendosjes. Domthonë, në vende tjera ka fraksione legale, janë me statut parapara, në parti politike ka fraksione, ka grupe, fraksione që i pranon statute dhe fraksionet kanë do far lider shtyre, shefat fraksione. Domthonë, nuk është diçka e veçantë që po ndodh në LDK, e dim që ka edhe në PDK dhe kush ndikon atje, kush është figura e fortë e tjera, po si do që tjetë. Kandidatura e Hotit. Problemi është te menaxhimi jo i mirë i situatës, nga kryetari Abdigji. Domthonë, ky është problemi kryesor këtu. Po ta menaxhon të mirë, kjo punë do të kryej shumë lehtë, shumë mirë, në kuvend ofron ndërheqje, kandidohen kandidat tjerë, edhe zgjedhet dikush. Është krejt normale, zgjedhet tash, cili do të ishte zgjedhë, ai zgjedhet ai që i merr votat, normalisht. E tash, i kanë aktivizuar grupet brenda kryesisë. Pra, Lumieri ka aktivizuar njerëzit e vet aty në kryesi, që dalin publikisht edhe thonë ne se pranojmë ndërheqjen e tij, sepse nuk është përgjegjës ky për situatën që është kriju. Ka dalë Jehona Lushaku, ka dalë Paris Guri, ka dalë Visar Azemi, ka dalë Dar Sakica, ka dalë Sibel Halimi e tjera, pra është një grup aty që mundohet mos e lejoj që t'jap ndërheqje. Ka tjerë që kërkojnë ndërheqjen, pra që në fakt jo që kërkojnë, po që konstatojnë se ai ka dhënë ndërheqje. Ky është një fakt i kryer. Jo, dhe bënë thirrje, thanë duhet ndiqet shembulli 2021-s. Edhe s'ka çka diskutohet. E tash, unë dëshiroj t'ju përkujtoj se edhe 2021-shën, kur dha ndërheqje Isa Mustafa, në notën e zgjedhjeve, ai doli dhe tha, rezultati nuk është i mirë, ne do të bëjmë analiza, nuk tha do t'jap ndërheqje, po do të bëjmë analiza, do të shkojmë kuvend dhe do ta diskutojmë këtë situatë. Ai s'ofroi ndërheqje, pastaj isha unë edhe disa tjerë që bëm ka një status në Facebook, unë bile dhe përdora dhe fjallë shumë fyse ndaj ti, edhe ajnë mëngjes nesërmën tha jap ndërheqje. Domthon u kry me Po ishte presioni që e bëri. Po ishte presioni se në fakt në momentet e para nuk dha ndërheqje, po ishte presioni i veprimtarëve që e detyruan të jap ndërheqje. E tash, situata është e njëjtë, po në 2021-shën ka qenë një rënje aksidentale e LDK-s. Pra është një dallim, unë konsideroj që ka dallim, sepse elektorati i LDK-s në vazhdimsi ka qenë kundër koalicioneve të Isa Mustafës me PDK. Në vazhdimsi ka qenë kundër. Dhe kanë bërë presion të ne veprimtarët e terrenit që ta